E vërteta është se jemi të lënduar, por nuk jemi të dorëzuar. Kjo që i ndodhi Aleancës për Shqiptarët, kjo nuk ishte vetëm dëshira Aleancës për Shqiptarët, nuk ishte. Po megjithatë ndodhi, Gjithë shokët tuaj. Kjo po, kanë qenë shokët tonë, një pjesë janë ende shokët tonë. Kjo ndodhi si rezultat i asaj që grupacioni i udhëhequr nga zoti Arben Taravari e bëri para zgjedhjeve të 8 majit. Dhe mu vjen njëkohësisht vjen keq për atë që ka ndodhur, po dhe më vjen mirë se zoti Taravari me gojë vet, s'disa herë në përparaqitje publike ka pranuar që ka gabu dhe në një farë forme dhe ka kërku falje tek qytetarët për atë që e bëri. Sepse tash shife jemi në pozicione të njëjta thuajse, po ajo që ka ndodhur në Aleanca për Shqiptarët kalon pasoja. Ne konsiderojmë, e tham me përgjithësi, e tham me obligimin edhe të antarit, edhe deputetit, edhe qytetarit se vazhdimësia ideologjike, vazhdimësia programore dhe vazhdimësia politike e Aleancës për Shqiptarët jemi ne këtu që udhëhiqemi nga zoti Zjedin Sela.